Brikena dhe Mateo kanë kaluar momente të këndshme së bashku gjatë këtyre ditëve, me banorin që e shpëtoi të parën Brikenën në zinxhir dhe më pas patën një darkë së bashku si dy të vetmit që fituan lojën në primen e kaluar. Gjithsesi, këtë të shtunë Brikena dëgjoi deklaratën që Mateo dha primen e së martës, ku tha se familjarët e banores i kishin prerë rrugën dhe se ja kishin ndaluar të takoheshin më me njëri tjetrin. Pasi dëgjoi këtë deklaratë, Brikena u revoltua duke akuzuar Mateon se po i përdor të gjitha këto për lojë. Ky vazhdon dhe jep detaje me atakim për lojë. Unë me Mateon janë që s'kam gjë, por s'do kemi gjë. Ai s'ka të drejtë ta përmend familjen time. Ai po shfrytëzon këtë takim në lojë. Mua nuk më ndalon as familja ime për të qenë me një person dhe as një person. Kur unë nuk kam dalë me Mateon, është sepse s'doja të kisha një përputhje me Mateon. A kishte puthje ajo, unë se vazhdoj më. Puthje s'ka pasur, por ai e përdor. Familjen time nuk e prek askush. Bravo, sepse e tregove që këtë e përdore për lojë, u shpreh ajo. Pasi u rihap ky diskutim, Brikena u prek shumë emocionalisht dhe u brengos se si mund ta gjykoj këtë situatë familja e saj. Kjo gjë e bëri të shpërthej në lot.